Radio. Albania Radio. Është ditë e sot të dashur miq, është ditë e dhe është dita e asaj gjës që buron nga thellësia e trupit, aty nga del nga krahërori, del për të akumuluar. Për të Gati për të shpërthyer. Vendos dorën, të lutem. Patjetër. Vendos dorën, të lutem. Vjen për të shpërthyer, për të nxjerrë gjithë pislekun e javës me një dhe për të uruar një emision të barë dhe një dëgjim të barë me neve. Po, këto 2 orë do t'i shijojmë së bashku. Deri në orën 20:00. Edhe koha u bë shumë e bukur tani. Filloi të dal dielli sepse Cubi bashkë me ne ka ardhur dhe bukuria, lezeti. DJ Vini. Që është në putje transmetim si gjithmonë. Shëndet DJ Vini. Na shoqëron me të shtimat e tij të herpasëshme. Edhe me një muzikë shumë të bukur në fakt. Edhe me këtë backgroundin sfond që i dha lezet, ritëm, dinamik. Ti startimit të emisionit të sotëm. Sot do kemi shumë surpriza si gjithmonë, sepse ne surprizojmë gjithmonë. E para një herë jemi vetë surprizë. Patjetër. Dhe pastaj vinë edhe surprizat e tjera. Gjithmonë jemi të njëjtët, ama jemi surprizë. Çfarë të i bë qefin vetes kot domethënë. Jo, më të vërtetën po themi, ne dhe me njëri tjetrin surprizohemi. E ke parasysh është si njëri që ishte zënë me njërin, e kupton dhe e kishte vënë ky përfundi, e kishte vënë përfundi dhe kishte vënë këmbën te gryka. Dhe ky që i thot, dorzo se ta kputa këmbën. E kam parë diku këtë skenë. Është skenë që ka ndodhur në jetë reale. Është skenë që ka ndodhur në jetë reale. Po, dhe ka qenë shumë e bukur në fakt. Urojmë që të keni kaluar një ditë shumë të bukur sot, edhe këto 2 orët në fakt do të jenë akoma dhe më të bukura nga orët që ju e keni kaluar, sepse ne të dy sot Visian do jemi bomba me sahat që mund të shpërthejmë nga momenti në moment. Vërtet, ne shpërthejmë sot? Sigurisht. Ne çdo të njëjtë shpërthejmë, po sot do kemi një shpërthim shumë të madh. Më fal, kur është dita që ne i mbledhim copat që kemi shpërthyer? Të dielën pas votimeve. Të dielën do mblidhemi, domethënë ja pra ka filluar. Ka filluar. Pikërisht. Kronometri i shpërthimit. Mbani frymën miq, sepse po shpërtheu Cubi. Nuk e di çfarë më ndodhi. Jo, në fakt duhet ta kujtonim pak që na ndajnë shumë pak ditë nga votimet, edhe duhet jeni shumë të vëmendshëm dhe shumë të kujdesshëm. Pse? Po, është ditë shumë e rëndësishme Visian. O Cubi, ti i vëmendshëm do të ishe gjatë fushatës. Jo, edhe tani kanë kohë. Kanë 4 ditë kohë për të vendosur. 3 ditë, 4 ditë sa na ngelen. Mendja ndryshon edhe në moment fundit, ë? Ja vërtet është. Të del një baxhanak. Je kandidon ti, po vlla, kandidoj edhe unë. Çfarë thuti më? Me kë parti do votoj? Po sa njerëz kam takuar unë. Ja, shikon se ndryshon mendja? Janë sa njerëz kam taku me kë parti je ti molla? Jam me këtë parti. Çfarë thuti më, bravo, sukses. Ka dhe nga ata, po çdo me ata ti, më pa hajde me ne. Po kush jeni ju? Po jam tani kemi dalë, ne jemi të rinj, po mirë. Jo, shiko, Trind, më thon drejtën, mos jep mesazhe të tilla. Jo, absolutisht, e kisha për baxhanakun. Për baxhanakun po. Po baxhanakun po. Unë mendoj se kjo shoqëri ka shumë nevojë për risi. Edhe sidomos politika ka nevojë për risi. Risit janë shumë të pakta, me thënë drejtën. Të gjithë ata që janë përfshirë në gjasme, le të themi risin, kanë konjunktura politike të fshehura nga pas. Por megjithatë, unë mendoj se çdo shoqëri ka nevojë për rotacion politik, për të risetuar, për të ristartuar, për të bërë një refresh në dhe sidomos për të rinjt, meqense po flisni për të rinjt, pa diskutim që duhen, sepse vinë me energji tjetër, me frymë tjetër. Dhe sot jemi në 2025 dhe pa diskutim që Shqipëria ka nevojë të hedhë një hap ndryshe. Po, Shqipëria Cubi ka nevojë për të shtim. Ka nevojë të shti një moment të nxjerrë atë që ka mbajtur gjithë. Ashtu, ja. O vlla, ka një si më duk. Ka një myk këtu. Më duk kjo të shtima, kam një xhaxh aty tek lagja. Ore është mbledhi myk në shkrim, valla, ka nevojë ta nxjerr më. Ore vini ku e gjetë këtë? Ku e gjete këtë apçun Morbini? Është një mix midis të shtimës dhe kollës, duhet të dalë ajo. Dhe mendoj që ka momenti tani shqiptarët le të shtin kur duan, e kupton se po su bind populli Cup, ne s'do bindim populli. Jo, absolutisht jo, por gjithsesi ne themi edhe fjalën tonë. Indirekt. Se dhe na dëgjojnë, prandaj kapi kush e kapi.
Kush u tregu e zgjuar. Tani do përshëndesim me shumë respekt dhe dashuri të gjithë taksistët, të gjithë forcat e policisë rrugore, të rendit. Sepse janë një shtresë e shoqërisë që gjithmonë marrin më pak vëmendje, më pak respekt, si nga ana e media, si nga ana ashtu. I përshëndesim dhe i themi që ju duam fort. Jeni të mirë, edhe kur na vini gjoba, jeni vërtet mirë. Atëherë kur na vjen gjoba. Ç'është e vërteta, policia ka ndryshuar, Cubi. Nuk është më si dikur, ka polici shumë të qytetëruar, ka polici shumë mirëkuptuese, edhe meriton vini një dorë tërkitje. Policia shqiptare, rrugore, një dorë tërkitje për juve sepse jeni për të respektuar. Por tek kjo përshëndetje, a mund të bëjmë një përshëndetje edhe për këto shoferët e linjave urbane të Luterian? Patjetër, bëje ti këtë. Sepse kur po vija për këtu kam parë disa urban, nuk I kisha vënë me kaq vëmendje. Ke parë disa urban? Bravo, se ku jeton ti shpirti? Unë nuk jeton në Tiranë, në një qytet tjetër. Çaj grope. O vino Gjon ça thot më. Kur po vjen për këtu pa si turiste kjo. Autobusi fiks. Dhe të them të drejtën, Visian nuk kisha parë që ishte një djalë I ri, shumë I kujdesshëm, dhe një grua që po vraponte, ai ndaloi urbanin. Qartë më thua. Po, ndaloi urbanin, hapi krahun, e mori atë gruan dhe vazhdoi. Dhe me vërtet janë disa djemë të rinj që janë për të vlerësuar. Cubi, është vërtet kjo vino mbaj shënim këtë, që tha Cubi, dhe mbi të gjitha, ti djalë I ri sot, që ke ndaluar dhe ke marrë atë zonjën, të lutem, lër numrin e telefonit në redaksinë së Cubit, do të falenderoj personalisht. Ai e kupton dhe vetë shumë mirë se neve u pam sy më sy. Çfarë më thua më? Po. Ai ishte tek xhami, unë ula syt nga xhami im, I makinës time sigurisht. Edhe patëm një shkëmbim. Po mund të jetë interesante dashuria uniku im. Shikoj. Koc thonë vino që dashuria mund vi nga sepret, nga autobusi, edhe nga një urban. Dhe imagjino tash. Po s'është materialista, s'është materialista. Ajo nuk shkon të gjuaj tek poshtë Balfin Group. Jo, absolutisht. Shiko do, se do të them diçka. Poshtë Balfin ishte autobusi. O vino, se është e bukur. Imagjino tash një femër turiste nga Muzeu I Luvrit që vjen këtu dhe shef një urban dhe ma gjep se që I djali I ri merr një nën. Jo, jo të gjithë e bëjnë, Visian. Jo të gjithë e bëjnë. Vërtet. Sepse ai thot, nuk e kam tani thot stacionin dhe vazhdon rrugën ai. Kështu që ai djali ishte për të vlerësuar. Kështu që përshëndesim të gjithë shoferët e linjave urbane. Tani një përshëndetje speciale shkon vetëm për 2 persona. Për kë? Për Cubin dhe për shoferin e linjës urbane që mori një zonjë dhe Cubi dhe ai urban sy më sy. Vetëm për ju. Kur del ty mi bardh do thotë që është zgjedhur papa I ri. Pa diskutim. Dhe një lajm I mirë që është zgjedhur papa, mezi po presim të marrim vesh kush do jetë si qytet. Dhe shpresojmë që ndoshta pse jo në ardhmen kemi edhe një vizitë nga papa I ri. Po, patjetër. Sepse ne në fakt jemi vizituar nga 2 papa, Papa Gjon Pali edhe nga Papa Francesku. Po. Dhe mendoj se na duhet dhe I treti vërteti që të hyjmë dhe në Europë. Pra vizita e tretë do jetë vizita Do të thënë do presim deri në 2030 pak a shumë apo? Pse kështu ka thënë Mali? Ti di që më gjithmonë Cubi, çfarë kemi sot? Domethënë duke qenë se na kujtove ditë të mëdha, ditë të veçanta, ditë që është shkruar historia e botës. Çfarë ka ndodhur? Dhe unë në fakt Visian do të çoj pas në kohë, shumë pas. Po si më çove një herë para më se Margele duke më çuar pas. Unë vdes që të çoj pas. Ti e di, por nuk do të çoj shumë mbrapsht. Jo në lashtësinë e lashtë. Jo, po do të çoj diku nga fund shekulli 18 I fillimi 19-s. Më ço Lali. Do shtypim gjë apo thjesht më ço? Atë shekuj mban. Se tronditë të thellë. Pikërisht. Në 8 maj të vitit 1886, Visian. 1886. Po, shikon, larg është. Pamberton në Atalanta, në Georgia të SBA-s, nxjerr në treg për herë të parë një medikament ndryshe nga medikamentet e tjerë.
Po, që ishte? Një medikament që ndihmonte për ankthin, depresionin, lodhjen, dhimbjen e kokës, por nuk ishte një pilule e zakonshme siç ishin mësuar njerëzit. Në 1800-ën. 1886-ën, po. Çfarë më thua? Dhe ky medikament i Vistian ishte, si të thuash, një lëng. Po, lëng. Lëng. Po. Ishte ngjyrë kështu si kaft. Lëng kaf. Po. Më shkon mendja një gjë, po shumë. Jo, prit, akoma nuk të ka shkuar mendja. Po. Me pak gaz. Se ngjan si bark. Po prandaj të thash prit o Vistian. Se do ta pim që të shërohemi. Po, me gaz. Me gaz. Ka një shije karamele her pas here. Është tentuar sepse është tentuar dhe me shije të tjera, por pastaj u përqendrua tek karamelja. Ngjaka si një pije e njohur. Një pije shumë e famshme. Po. E më kaq, gjeje tani. Unë e di kush është si pije, po se themi dot. Storm. Bravo, Vistian. Gjan si Storm. Bravo, gjan. Storm po pak në të kaft. Pak në të kaft, jo ashtu i çelët. Domethënë kjo pije që është shumë e famshme në gjithë botën. Ka nisur si një medikament, pra u shpik si një medikament për të qetësuar dhimbjen e kokës, më pas dhe depresionin, madje edhe ciklin menstrual tek femrat. E çuditshme, pikërisht kjo pije që ti po flet në shumë studime, shumë video që janë bërë në vitet do të çoj para tani. Ti më çove mbrapsht, po do të çoj parë. O zot. Unë do të çoj parë. Hajde më çojmë. Në vitin 2018, jo 2018, 2008, domethënë doli një sër videosh e tjerë që demaskonin këtë lloj produkti, ku thonin që ky ngjan më shumë si detergjent se sa si produkt. Po, dhe në fakt janë bërë disa prova ku është futur një gozhdë e ndryshkur dhe ajo e ka pastruar gozhdën. Të heq ndryshkur. Kështu që të fik llab. Kështu që ky zotria që vdiq, mbi të gjitha ka marrë edhe me vete këtë. Po. Tani unë para se ta shiko, do t'i bëj përshëndet i gjë speciale fare. Prap speciale ti? Po, është vetëm për ty. Por ti sot që ke frikshëm. Është vetëm për ty. Vetëm për mua. Dhe e di vetëm vini, po shiko, shitash. Lo sapete që jemi bashk, kanë kaluar gati 38 minuta. Ashtu, Po, kanë fluturuar. Fluturojnë subi, sepse koha, jeta fluturon. Kur fluturon jeta dhe koha. Fluturon jeta, po fluturojmë edhe ne. Fluturojmë dhe ne me presh. Me presh. Me presh vende. Vende dhe jahu apçu. Edhe fluturojmë shumë bukur se dhe tani ne do fluturojmë vërtet shumë bukur, ne fluturojmë ndryshe. Sepse në rubrike jemi tani tash. Ku jemi? Zonë zotri. Jemi? Mirë se erdhët në rubrikën. Në rubrikën AI. Rubrika AI. Dhe siç e dini, kjo rubrikë është një rubrikë interesante, inovative, e cila na ndihmon që neve të bashkëpunojmë me teknologjinë dhe me anë të teknologjisë neve bëjmë art. Bëjmë art edhe një art ndryshe, në fakt ne nuk i kishim parë këtë lloj arti më përpara. Dhe i kërkojmë ChatGPT-s na bëj një poezi argëtuese, fani, ai e bën për neve. E shpesh herë ne nuk vëmë dorë fare për ta redaktuar, se redaktojmë. Ndonjëherë redaktojmë kur ka ndonjë fjalë pa kuptim, por sot do dëgjoni dy perla të radhës që nuk kemi vënë dorë fare në fakt. Inteligjenca artificiale ka bërë për neve. E fillojmë me të parën, me artisten ton legjendare. Finesa dhe eleganca saj vjen nëpërmjet audios në interpretimin unik të Cubi Metkës. Plasën bikinët. Filloi plazhi. Plasën bikinët. Një spektakël i vërtet për syt. Një komedi pa skenar, ku rolet ndrohen çdo minutë. Është koha e vitit ku trupat të lyer me vaj që shkëlqejnë si yje të sapo lindur. Shtrihen në rër si foka të ngordhura, duke u kthyer her pas here si pulat në hell. Vajzat me bikini, një kategori më vete, zbarkojnë në plazh si ushtri amazonash të armatosura me syze dielli dhe me kroksa si traktora. Disa femra të holla si fije makaronash. Disa me forma të rëmbullakosura, si shalqi i pjekur, po i pjekur shumë ama. Të gjitha kanë një mision të përbashkët, të gjejnë cepin perfekt për videon e TikTokut. Pastaj, sigurisht janë ata djent me barkun e fryrë, që duken sikur kanë gëlltitur një kamardare plazhi, që mundohen të tërheqin vëmendjen duke bërë muskujt, të cilët
në shumicën e rasteve fshihen në një dyshek të trashët djami. Në mes të kësaj vale njerëzish, shef fëmijë që bërtasin, gjyshe që ankohen për vapën dhe ndonjë të çmendur tek tuk që bërtet me të madhe. Letra bigjozi dhe misra të pjekur nga fshati. Një kaos i vërtet, por një kaos që të bën të qeshësh me të madhe. Plazhi, një vend ku harron hallet e jetës dhe ku çdo gjë duket për një moment pak më bukur, pak më qesharake, pak më surale. Wow, holy moly, Dori on the floor. Një duar tërkiti për Cubin ishte shumë e bukur, nisi si një film porno, me thënë drejtën. Vino, ndjeve dhe ti, nisi si film pornografik. Ishte titulli. Mendoj shumica njerëzve që po na dëgjonin parkuan makinën ndaj. Morën çik lubrifikant, thanë me veten çfarë po ndodh këtu. Ja, një radhë madhe makinash. Plasi vaj. Do ta mom perle. Kushtrim zëmër. Thash me vete filloj. Zëmër, kushtrim. S'ka nevojë me. Jo, ka nevojë se është ndjet emocioni. Filloj dhe pastaj përfundoj në një poezi sociale me gjyshe, me gjëra që ankohen, me kalamaj, me kamardare. Thash me vete, ky është fiks realiteti sot. Të kujtua aty plazhi. Jemi të përzir, jemi në një realitet ku ndodh surrealizmi brenda gjysore, e kupton? Gjysore shumë. Banaliteti, emocioni, çuditëra, domethënë në një vend të tillë ku ndodh çdo gjë në kaq pak kohë. Kjo është Shqipëria. Bravo Shqipëria jon. Bravo AI, po vërtet. Edhe ndërsa tani vjen radha atij. Ai është gjigandi, gjaku i të cilit në fakt buron nga malet pukiane, i cili do na qeras sot me një poezi plot stil. Byreku. Oh, ja. Vini, të lutem. Jo, të lutem. Po, mira kishe vi zëmër. Je pa byrekun zëmër. Byreku me dhall. E zojë zotri byreku. Byreku. Erdha te Daja për një vizit. Për nuse Dajës me orët si në prit, mu hodh me tabaka si dhel pra në fyt, me byrek me spinaq që s'kishte as krip. I thash të lumt je zonjë për shtëpi, por brenda e ndjeja si tip Alivani. Se byreku më preu si thik në flet, mu ngatruan zorët me gjithë siklet. Mraft pika. Nusën e Dajës e parë si fërkoj nga krenaria dhe rrudha po i drejtoj. Unë me vete boboq na elmoj, do zoti t'ja hedh, do zoti shpëtoj. Ju thash, do iki, po si top isha fryr. Më vdiq byreku, ju thash, s'kisha ma as frym. Kur ja pret nuse Dajës, hajde, se je djal, je trim. Ty s'të vrau plumbi, po të vret byreku im. Faleminderit. Perl, sot e jaj pas ka qenë një perl, vërtet. Vërtet bukur. Të dyja poezi. Në fakt proza ime po themi dhe poezia. Po proza jote, kjo ime më e shkurtër. Po tani çfarë ndodhi më tej? Jam kurioze të di. Mori Dajën në telefon, tha, o vlla, kjo nuza jote degeneroi, sikur na gatu më keq qëllimisht më vllai, që të mos vi më. Domethënë, mendoj që strategjia e nusës Dajës është që të gatuaj keq, që të mos vinë më njerëzit për vizitë. Sot kush do vi sot? Do vini ti. Çrëndsi ka, po. Do vini. Do vi ky. Le ti bëj një byrek me pak krip. Pak krip dhe me pak. Me ca gjëra aty që të ngelet në banjë. Se na çmendi, do durojnë tore minutëne. Si kanë ardhur kohë Cubi dikur njerëzit vinin në shtëpi edhe pa trokitur. Po, edhe në fakt ishte shumë kënaqësi kur vinin njerëz. Dhe sot kush vjen vin me celular. O vlla, jeni në shtëpi ju? Javën tjetër jemi se jemi këtu këtë javë. Në fakt unë e bëj edhe kështu. Je në shtëpi, jo, të lutem, zbresim te kafi. Po, edhe jo në shtëpi. Tani, Cubi, pas pak kam një surprizë për ty. Një punë ime shumë e lodhshme në fakt këtë javë, që kam bërë surprizë për gjithë kolegët e mi të Portokallisë. Një këngë shumë të bukur, unike, që s'është dëgjuar asnjëherë më përpara, ku përmende kaq shumë personazhe dhe figura të emisionit kaq të gjithë personazhet, të gjithë aktorët e Portokallisë. Në një këngë të vetme, unike, vetëm për dëgjuesit tan,
pas pak me këtë super surprizë. S'po ta them tani bravon, do të ta them pastaj. Pas pak.